Shikues të ABC News ju përshëndes, unë jam Fabela Hoxha, ne jemi së bashku në hapësirën Breaking News, ku do të shohim në mënyrë të përmbledhur zhvillimet më kryesorë të ditës së sotme. Do të fokusojmë menjëherë tek zjarri i një dite më parë në Drizë të Fierit. Janë mbi 100 hektar me ullinj dhe shkurre, të cilat janë shkrumbuar nga flakët e një zjarri që u përhap me shpejtësi, duke përfshirë në fakt 2 fshatra. Ne do të flasim për çfarë la pas zjarri, por edhe për aksionin e ditës së djeshme, ku në fakt ka marrë pjesë jo vetëm punonjësit e zjarfikses, por edhe ushtria, kanë qenë me 10 forca të tilla për të lokalizuar flakët. Valbona Davide do të jetë në raportim. Situatë kritike ditën e djeshme Valbona, por që gjithçka është lokalizuar, flakët janë shuar, por pasojat janë të rënda, apo jo? Po, Fabiola, një situatë e vështirë që nisi në fakt nga një pakujdesi, si kundër rezulton sot nga komunikimi paraprak me policinë e Fierit, dhe në këto momente që flasim pikërisht tani konfirmohet edhe me njoftimin zyrtar të policisë së Fierit që flet për arrestimin e shtetasit i cili ishte shkaktari i zjarrit të ditës së djeshme që nisi në fshatin Drizë. Konkretisht unë ndodhem në Peshtan. Era e fortë dhe bimësia e dendur në zonë bëri që një zjarr i vogël i shkaktuar nga një pakujdesi apo nga një veprim i papërgjegjshëm i një banori të fshatit Drizë për djegjen e mbeturinave pas shtëpisë së tij, të përfundoi, pra të kapërcej qindra hektar tokë me shkurre dhe ullishte, duke rrezikuar edhe banesa këtu në Peshtan. Konkretisht ne mund ta shohim dhe duket fare qartë se si sa i holl është kufiri i ndarës midis prekjes së banesave nga zjarri dhe shuarjes së tij. Pra ka qenë një betejë maraton me dhjetra efektiv dhe forca të ushtrisë të angazhuar në terren me 2 helikopter. Nikola Jaso është autori, sapo vjen komunikimi nga policia e Fierit, i cili ka shkaktuar zjarrin e ditës së djeshme. Fillimisht policia shoqëroi 2 persona, 2 autorë të zonës të dyshuar si 2 banorë të zonës të dyshuar si autor të zjarrvënies, por rezultoi se njëri prej tyre. Këto janë dhe pamje në fakt që duken qartë se çfarë gjurmësh ka lënë zjarri ditës së djeshme, ndërkohë që Nikola Jaku është personi që sot është arrestuar, i cili në mënyrë të pakujdesshme ka shkaktuar këtë katastrofë. Mbi 100 hektar me ullinj dhe shkurre janë shkrumbuar. Ka patur një rrezik në fakt edhe për banesa që mund të digjesh, dhe për këtë arsye ditën e djeshme është bërë evakuimi i shumë banorëve në të 2 fshatrat që u prekën në mënyrë intensive nga flakët. Po, çfarë ka deklaruar, nëse ke informacion, ose të paktën ishim në pjesën që 2 persona shoqëruan ditën e djeshme, ato mohuan të jenë të përfshirë në këtë situatë apo jo? Po. Patjetër, por mësohet nga komunikimi që kam patur me komisariatin e policisë së Fierit se Nikola Jaso nuk e ka mohuar që në momentet e para. Çështja ishte nëse dhe autori apo personi tjetër kishte të bënte apo ishte shkaktar i marrëvënies, sepse zjarri që nisi në fshatin Drizë, nëse ishte caktuar apo 2. Pra kishim 2, me sa duket ka qenë një vatër, por është përhapur me një shpejt për shkak të erës. Makina po ashtu, janë dhe pamje që tregojnë që janë shkrumbuar nga zjarri në Drizë të Fierit, nga një pakujdesi e Nikola Jakut në hapësirën e tokës pas banesës së tij, për shkak të erës së fortë, po dhe temperaturave shumë të larta që kanë shoqëruar fund të qershorin dhe fillim korrikun, duke shkaktuar edhe thatësira, ka bërë të mundur që flakët përhapin lehtësisht duke marrë përmasat të kësaj natyre. Do të ketë padyshim edhe një bilans më konkret edhe nga emergjencat civile, po Valbona? Po ti e di e këtë punë. Jemi në raportim të drejt për drejt me kolegi Valbona Davidi. Është pikërisht situata e një dite më pas. Po Valbon. Është situata e një dite më pas, ku përveç qindra hektarëve me ullishte dhe shkurre dhe rrezikut që u kanos 10 banorëve në fshatin Peshtan, pati edhe dëme të shumta materiale pranë ujësjellësit të Fierit ose pranë stacionit kryesor të pompimit të ujësjellësit të Fierit, sikundër u bë e ditur dhe u konstatua pas ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme nga vetë drejtuesi i ujësjellësit të Fierit, ku ka patur ofrojnë shërbimin e internetit apo në zonë,
zona, po të këtu në Peshtan, duke filluar që nga Driza deri në Peshtan, përveç erës së tymit apo pemëve të djegura, ka edhe erë plastike të djegur, sepse janë pikërisht këto dëme për të cilat dje, pra ditën e djeshme, ishin u vendosën në vend të dytë si prioritet, sepse rreziku ju kanosej direkt banorëve këtu në Peshtan. Për këtë arsye pati dhe dëme të shumta materiale, sepse pati një kërcënim serioz për banesat. Po të shohim këtu në Peshtan, janë shtëpit, janë vjetra shtëpit të cilat obori të cilave është shkrumbuar dhe zjarri pothuajse i ka prekur banesat. Por ka qenë një angazhim i madh ditën e djeshme, 2 helikopterë të forcave të ushtrisë dhe 10 efektiv të forcave të ushtrisë, zjarfikës, vullnetar, polici bashkiake gjithashtu, që kanë bërë të mundur në një koordinim masiv të lokalizojnë, të izolojnë flakët për të mos ju afruar banesave. Operacioni u përshëndrua më tepër këtu në Peshtan, sepse si kundër tham, pavarësisht se zjarri nisi në Drizë, nuk kërcënonte zonat të banuara, por duke ka përcyer për shkak të erës së fortë dhe duke se era ka qenë tepër e fortë, pra ka qenë e mjaftueshme sa për të çuar shkëmbijat e flakëve nga njëra anë e rrugës, pra asfaltit në anën tjetër, duke bërë që zjarri si rrallë herë të ka përcej edhe rrugën kryesore. Në fakt, policia ditën e djeshme e bllokoi aksin këtu momentalisht, aksin që fillon nga qafa e Koshovicës dhe përfundon në zonën e Cakranit, sepse ishte një rrezik tjetër që u kanosej edhe udhëtarëve në rastin konkret si pasojë e zjarrit dhe erës së fortë që e transmetonte atë në mënyrë të paparashikueshme në zonat me bimësi të dendur. Valbon, kujtojmë bashkë që madje kemi raportuar që Fieri fakt ka qenë një ndër zonat që është vlerësuar dhe në nisje të sezonit veror të këtij viti si një zonë me rrezikshmëri sa i përket dhe zjarreve janë marrë në masa paraprake apo jo? A ndihmuan ato në menaxhimin e gjithë situatës? Po, Fabiol, mund të themi se Fieri ka pësuar nga dështimet dhe nga katastrofat natyrore sa i takon zjarreve, por edhe përmbytjeve sigurisht, por në rastin konkret duke folur për zjarret, mund të kujtojmë zjarret e të paktën 2 viteve më parë, ku dogjën 700 hektar zonë mbrojtur në pjesën e pyllit të Darzezës. Ishte një disfat dhe një situatë e cila i gjeti pa përgatitur autoritetet në terren, duke përfshirë edhe zjarfikësit, të cilët nuk kishin edhe le themi bazën e duhur logjistike të mjaftueshme për të përballuar situata të tilla. U desh një helikopter, nëse do të kujtojmë këtu, u desh një helikopter që të vinte nga shteti Fshin, Greqia, për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit në Darzezë dhe megjithatë ai u shua vetëm pas 10 ditësh. Pra ishte një situatë nga e cila me sa duket të gjithë kanë marrë mësimet e duhura. Së pari në këtë sezon janë marrë masa për ato që quhen, megjithëse jo plotësisht në të gjitha zonat, për ato që quhen rrugët shtigjet, të cilat bëjnë të mundur që automjetet zjarfikse të hyjnë brenda në zonat pyjore me qëllim që të shuajnë zjarrin dhe duke anashkaluar në një farë mënyrë ose duke shmangur pikërisht atë që quhet shuarja e zjarrit me mjete rrethanore, e cila vazhdon në fakt edhe sot në pjesën më të madhe të rasteve të zjarreve të bëhet nga zjarfikësit dhe nga vullnetarët apo forcat e armatosura. Pra, shuarja e zjarrit me mjete rrethanore sepse nuk hyn zjarfikëset është një praktikë që vazhdon ende, por në këtë fillim sezoni veror, në pjesët kryesore ose në zonat më të rrezikuara, si kundër është bërë e ditur nga prefektura e Fierit nëpërmjet të drejtorit të emergjencave civile Kreshnik Ymeraj, janë hapur në pjesën më të madhe shtigjet apo rrugët malore, si kundër quhen, megjithëse në Fier kemi kodra kryesisht, por që etiketohen kështu sepse janë rrugë që hyjnë në zona të thella apo të thepisura me bimësi të dendur dhe bëjnë të mundur që automjetet zjarfikse të ndërhyjnë. Në rastin konkret në zonën e Peshtanit, si kundër mund ta shohim, nuk është parë e domosdoshme që të hapen rrugë, por ja që zjarri ndodhi këtu dhe gjithsesi u bë e mundur fal ndërhyrjes së 2 helikopterëve të ushtrisë. Pra nëse nuk do të ishte për ndërhyrjen e helikopterëve nga ajri, nuk do të ishte bërë e mundur shuarja e zjarrit, pavarësisht se në terren kishim afërsisht 150 forca njerëzore që po punonin për shuarjen e tij. Kuptoj. Mirë, Valbon, të falenderoj me kolegen Valbona Davide në këtë raportim të drejt për drejt nga Fieri.
Më pak njerëz, por më shumë dhunë. Protesta diasporës e thirrur ditën e shtunë mblodhi shumë më pak pjesëmarrës se 2 javë më parë, por ajo rezultoi e dhunshme në organizimin e egër në mesazhe. Mesazhe në grupe tregojnë se dhuna ishte organizuar ndërsa një arkivol u rikthye në bulevard që përshtatoi 1998 kur një arkmort me trupin e zemëdarit u përdor për të shembur derën e kryeministrisë. Me më pak pjesëmarrje, me më shumë dhunë, protesta më 4 korrik nxori maskat për të hedhur në sulm të dhunshëm. Pasi qëndruan për disa orë para kryeministrisë, protestuesit mësyn në ambientet e komisariatit nr. 3, aty ku mbaheshin të arrestuar disa protestues të tjerë të dhunës para parlamentit të Ejten. Një police u lëndua, ndërsa u thyen xhamat dhe dyert nga persona të maskuar me gur dhe shkopinj. Sulmi nuk ishte rastësor, por i planifikuar. Komunikimet në këtë grup WhatsApp-i provojnë se disa protestues kanë komunikuar dhe planifikuar gjithçka më herët, me qëllim për të liruar të arrestuarit në komisariatin nr. 3. Madje plani ishte për të mësyer edhe në burgun 302 në Minë e Peza. Plani nuk rezultoi suksesshëm për ta, por dëmi u krye. Provat të dhunës pas sulmit në komisariat u publikuan nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i cili shkruan se dhuna filloi për shkak të urrëties së nxitur, vazhdimisht në rrjetet sociale dhe për të degeneruar në një akt që nuk ka vend në Shqipëri, që synon antarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Por dhuna u paralajmërua më herët para se dielli të perëndonte dhe të binte nata me errësirën që solli sulmin. Simboli i Shqipërisë së re me 4 korrik ishte një arkivol në shesh, ishte dedikuar për kryeministrin Edi Rama në ditëlindjen e tij të 62. Nuk është herë e parë që një arkivol tenton të ngjisë shkallët e kryeministrisë. Ideatori i kësaj, po sot si atëherë, është lider opozitës. Ali Berisha përdori arkivolin e Azem Hajdarit për të bërë grush shtetje në shtator të vitit 1998, vetëm një vit pas konfliktit civil të 97-s. 20 vjet më parë, arkmorti u përdor për të ngjitur shkallët e kështjellës së kryeministrisë dhe i vdekuri u bë mish për top, duke e rënë portës së saj si diku në mesjet për të hedhur poshtë qeverinë. Ndërsa mbrëm, arkmorti u rishfaq si rezultat krejt i pritshëm, për mua i një përpjekje të orkestruar për të thyer shkallët e ngjitjes më lart të këtij vendi. Kryeministri Rama e konsideron këtë akt si një tjetër shembull se si armiqtë e Shqipërisë janë bërë bashkë kundër qeverisë dhe perëndimit. Nuk është as e para dhe as e fundit Shqipëria, ku duar të stërvitur armiq e dashakëqinjsh ndaj shoqërive demokratike, e fatet e lidhura me Bashkimin Evropian a me Shtetet e Bashkuara, futen, marrin nën kontroll e bëjnë çmos të devijojnë në dëm të këtyre shoqërive, protestaj që lindin si shprehje ndjenjash të sinqerta nga barku i shoqërisë, jo nga konspiracionet ndërkombëtare. Në një moment kur qeveria ka nisur të dëgjojë dhe mbaj shënime me vëmendje çdo kërkesë të protestuesve, sipas kryeministit Rama, rezulton se protesta nuk i përket më flamingove, por një shumëllojshmëri e forcash brenda dhe jashtë vendit, në kundërshti ekstreme me njëra tjetrën, por që i bashkon misioni kundër Shqipërisë. Mesazhe të publikuara në një grup Telegrami hedhin dritë mbi mënyrën se si organizuar zhvendosja e protestuesve drejt komisariatit nr. 3. Në komunikimet e grupit, pjesëmarrësit diskutojnë për lëvizjen e turmës dhe për presionin ndaj institucioneve. Mesazhe të tjera flasin për përshkallëzim dhe dhunë. Një policie plagosur, xhama të thyer e dëme të konsiderueshme pranë komisariatit nr. 3. Në këto pamje u përmbyll protesta kombëtare e mbajtur të shtunën në kryeqytet. Protestuesit mbajtën disa fjalime në bulevard e më pas nisën me marshimin drejt komisariatit nr. 3, aty ku dëmtuan xhamat, i thyen e shkaktuan kaos. Ndërkohë, disa mesazhe të publikuara nga një grup në Telegram, ku duket se komunikojnë persona të përfshirë në drejtimin e marshimeve të protestës, hedhin dritë mbi mënyrën se si organizua zhvendosja e turmës drejt komisariatit nr. 3, ku mbaheshin të arrestuarit pas zonës së të njëjtës para kuvendit. Në biseda, pjesëmarrësit diskutojnë për lëvizjen e protestuesve drejt komisariatit, ndërsa në disa mesazhe shfaqen thirrje për presion dhe për shkallëzim, me qëllim lirimin e të ndaluarve. Po tek 302-shi sot mendoj, ne e përdor turmën si duhet. Me ikë te 302-shi i nxjerrim çunat direkt, shkruhet në një prej mesazheve duke ju referuar zonës së komisariatit nr. 3. Ndërkohë një pjesëmarrës sugjeron alternativa më të forta veprimi, ose bllokojmë rrugë ose hyjmë sot se jemi mira, thuhet në një tjetër mesazh. Mesazhet tregojnë edhe përplasje mes atyre që kërkonin përshkallëzim dhe atyre që paralajmëronin kundër dhunës. Në një mesazh të fiksuar në grup thuhet: "Shiko, disa sot janë me maska në protestë, distanconi nga veprimet të dhunshme." Këto biseda vijnë pas protestës
e cila u përshkallëzua para komisariatit numër 3, ku një grup protestuesish thyen xhamat dhe tentuan të hynin brenda ambienteve të godinës. Policia ndërhyri më pas për shpërndarjen e turmës, ndërsa pati edhe efektiv që mbetën të dëmtuar. Mesazhet e publikuara shtojnë dyshimet se zhvendosja drejt komisariatit nuk ishte një lëvizje spontane e turmës, por ishte diskutuar dhe orientuar më herët në grupet e komunikimit të protestës. Avokati i popullit konfirmon se protestuesi Niko Qarkaj nuk është dhënuar në ambientet e policisë. Sipas institucionit dhe Qarkaj nuk ka paraqitur ankesë për keq trajtim në asnjë fazë të procedurës. Verifikimet janë kryer në QSOT në ambientet e policisë dhe në spitalin e Tramës, ku ai u trajtua për probleme shëndetësore. Avokati i popullit ka konfirmuar se nuk ka prova që mbështesin pretendimet për dhunë ndaj protestuesit Niko Qarkaj gjatë qëndrimit të tij në ambientet e bllokut të sigurisë pas arrestimit. Sipas verifikimeve të kryera nga institucioni, nuk rezulton që ndaj qytetarit jetë ushtruar dhunë nga efektivët e policisë së shtetit, siç është pretenduar më herët nga avokati i tij mbrojtës. Në të njëjtën kohë, avokati i popullit thekson se i ndaluari nuk ka paraqitur vetë asnjë ankesë për trajtim të dhunshëm në asnjë fazë të procedurës. Nga dokumentacioni administruar deri më tani, nuk ka të dhëna që konfirmojnë ushtrim dhune ndaj tij në ambientet e bllokut sigurisë. Konfirmohet ndërkohë se qytetari ka kaluar disa herë kriza shëndetësore për shkak të sëmundjes, nga e cila vuan. Institucioni thot se hetimi është shtrirë në disa faza, duke nisur nga QSOT, më pas në bllokun e sigurisë dhe mëtej në spitalin e traumës, ku qytetari është transferuar për shkak të gjendjes shëndetësore. Theksojmë se i njëjti qytetar është intervistuar nga institucioni ynë edhe ditën e djeshme. Siç dokumentohet në dëshminë e tij me shkrim, gjatë intervistës së djeshme, qytetari nuk ka paraqitur asnjë pretendim për ushtrim dhune, as gjatë ndalimit, as gjatë shoqërimit, as gjatë qëndrimit në komisariat apo në bllokun e sigurisë. Ndërkohë, avokati i popullit thekson se verifikimet vijojnë dhe janë kërkuar pamjet e kamerave të sigurisë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e rastit. Vetëm 2 nga 19 protestuesit e arrestuar pas të dhunës ndaj policisë të njëjtën para kuvendit u lanë në arrest shtëpie, të tjerët u liruan nga gjykata e Tiranës. Pas seancës që zgjati më shumë se 4 orë, gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin për 19 protestuesit të cilët u arrestuan të njëjtën pas akteve të dhunës pranë kuvendit. Pavarësisht se organi i akuzës kërkoi masën arrest me burg për 2 prej protestuesve, gjykata vendosi të lërë në masën arrest në shtëpi Everest Bardhen dhe Ervin Gegën. Për të dy këta të fundit, prokuroria kishte prova se kishin kryer akte dhune, madje gjatë seancës të zhvilluar të dielën u dorëzuan prova të reja nga organi i akuzës. Për 12 protestues, gjykata vendosi masën e detyrimit për t'u paraqitur për një pjesë një herë në muaj. Ndërkohë, për 5 protestuesit e mbetur, gjykata ka vendosur të mos caktojë asnjë masë sigurie. Ndaj 19 personave që dolën para gjykatës rëndonin akuzat për shkatrim prone, kundërshtim i punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje e rendit dhe qetësisë publike, organizimi dhe pjesëmarrja në manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Gjatë protestës së zhvilluar të njëjtën para kuvendit, protestuesit goditën me sende të forta efektivët, duke lënduar 15 prej tyre, si dhe shkatëruan një automjet policie. Qeveria po përgatitet për dialog me protestuesit. Kryeministri Edi Rama thotë se një ekip i posaçëm po analizon çdo kërkesë të ngritur gjatë protestës për të dalluar shqetësimet reale të qytetarëve nga grupet që nxisin. Në dhunën, Rama tha se dialogu do të zhvillohet me protestuesit që kanë kërkesa konkrete, ndërsa ai theksoi se projektet në Zvërnec, Sazan dhe Porto Palermo nuk mbien ndesh me standardet e Bashkimit Evropian. Qeveria me blok në dorë për protestën e bulevardit. Pasi është paralajmëruar se së shpejti do të ketë një tryez dialogu, kryeministri Rama zbuloi se një ekip po punon për të dëgjuar me vëmendje çdo kërkesë të protestuesve. Unë jam shumë i vëmendshëm dhe një ekip i tërë po dëgjon me shumë vëmendje gjithçka që duhet dëgjuar nga protesta e bulevardit, e cila ka 2 shtresa, ujin rrjedhshëm të gjithë atyre që dolën sinqerisht dhe që janë sinqerisht të shqetësuar apo që kanë halle reale, dhe korja e zezë e gjithë dështak zemrakëve të ardhur nga gjitha rrugët e jetës që kanë krijuar një situatë konvulsive ku janë shfaqur dhe elementet e pashmangshëm të dhunës në këto raste, pasi kur shkon mbas Beri Hajt në fund të del përpara muri. Kryeministri ju rikthye edhe një herë çështjes së Zvërnecit dhe Sazanit. Ai garantoi se nuk ka asnjë shans që projekti të bie ndesh me Bashkimin Evropian.
as nuk është kërkuar në një shitje e tokës publike. Pastaj gjithë pjesa që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, me kapitull 27, me sa jemi ne të vetëdijshëm apo çfarë jemi ne në gjendje të sakrifikojmë deri dhe vetë Bashkimin Evropian për të bërë projektin. Një hata e madhe logjike, ndërkohë që historia është fare thjesht. Nuk ka asnjë shans që Shqipëria të bëj hapa, të bëj zhvillime që bien ndesh me standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Megjithatë, lufta hibride vijon agresive. Prej saj së fundmi, radhe Porto Palermo, Rama sqaroi se në gjirin e Bregdetit jugor nuk do të ketë asnjë ndërtim. Pasi kemi kthyer një sër kërkesash gjatë viteve për ndërtim në atë zonë, ku është bërë dhe një batërdi me titull pronësie të dhënë Kuturu në kohën e coptimit madh të pronës në Shqipëri, unë personalisht i kam kërkuar qeverisë të miratoj mbrojtjen e krejt gjirit Porto Palermos nga ndërtimet. Ne kemi shpallur atë gji monument të natyrës. Ndërkohë që me Ministritë e Mbrojtjes dhe të Kulturës po mbyllim projektin e muzeut të luftës së ftohtë tek tuneli, si dhe rehabilitimit për qëllime turistike të repartit bashkëngjitur. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion, për më tepër i mund të klikoni në webin tonë abc.news.al për të tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegen Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot, që ndroni me ABC.